Beslidhja e përjetshme, një shenjë e përjetshme, sepse Jahve beri qiellin dhe tokën dhe ditën e 7 të pushoi dhe u çloth. Kur Jahve mbaroi së foluri me Mojsiun në malin Sinai, dha 2 pllakat e dëshmisë, që jashtë përmbledhja, zemra e ligjit, lavdjatit, kur themi 10 urdhrimet, dhe Ati na thot në urdhrimin e 4, thot, mbaj mend sabatin tim, thot. Mbaj mend, thot, sepse kam dhënë që në krijimin, thot, ku krijova qiellin e tokën. Dhe Adami ke menduar ndonjëherë, vëlla motër? Adami kryua në ditën e 6. Të nesëmen, dita e parë e jetës së tij kush ishte? Ishte sabati, dita e 7. Në ditën e 7 Ati pushoi, dhe në ditën e 7 miqsoi lavdjatit me Adamin, se ecte Ati në fladin e mesditës, thotë. Ecte në kopshtin e Edenit. Ati në këtë rast, kush u shfaqi në malin Sinai, që tha, nuk mund të më shikosh mua, i tha Mojsiut, Moshes apo jo, dhe nuk mund të shikosh fytyrën time dhe të jetosh, por, thot, unë do të mbuloj, thot, dhe do shikosh kurrizin tim. Dhe sot mendojmë, Ati ka një trup hynor, vëlla motër, dhe na ka krijuar ne në shëmbulltyrën e tij. Shikojmë neve se jemi krijuar, dhe Ati ka në këtë rast trupin në këtë rast që ka një trup hynor. Fytyrën asnjëherë nuk mund ta shikojë dhe të jetojë. Por në atë ditë, në 1000 vjeçarin, do ta shikojmë për ata që janë brenda në qytetin e tij, që kanë marrë pjesë në beslidhjen e përjetshme, kanë zbatuar dhe kanë nderuar gjakun e beslidhjes, me të cilën Mesia na futi, vëlla motër. Shenjë përjetshme. Le të shikojmë, vëlla motër, librin e jubileut. Librin e jubileut, shikoj çfarë thotë shkrimi. Dhe në të 4 vepra të mëdha Elohimi krijoi në ditën e 3 dhe në ditën e 4 krijoi diellin, hënën, yjet dhe vendosin në kupën qellore për të ndriçuar tokën dhe për të sunduar ditën dhe natën. Krijoi diellin, hënën e yjen për të sunduar ditën dhe natën, për të ndarë dritën nga errësira. Dhe Elohim e caktoi diellin të jetë një shenjë e madhe mbi tokën për ditët, për sabatet, për muajt dhe për festat. Festat e tija. Po flet për kalendarin biblik, vëlla motër. Dhe përcaktohet kalendari biblik as solar. Dhe po përfshin dhe hëna është pjesë, lavdjati, sepse janë ndriçuesit e tij në Zanafilla 1:14, Ati krijoi ndriçuesit që ishin për të përcaktuar kalendarin e tij. Hëna konfirmon, por ne nuk mbajmë kalendarin lunar të hënës siç ka në katolikët, siç mban bota, siç mbanin egjiptianët, babilonasit, paganët. Është kalendar që caktojnë diellin si një shenjë të madhe, dhe vëlla motër, dielli dhe hëna kanë të njëjtën përmasë, e thon libri Jubileut me Enokun në shprehjen hapurasi. Kanë të njëjtën përmasë dhe drita e diellit është 7 herë më fuqishme se hënës. Kanë të njëjtën përmasa dhe më lejo të them diçka tjetër, do t'i flasim në një mësim më vete. Është dielli që lëviz rreth tokës bashkë me hënën. Toka nuk lëviz, vëlla motër. Toka është e rraftë, Ati ka vendosur kupën qellore. Një kupë qellore është si pune e si thua, merr një tallumbace dhe prije në gjysmë, atë gjysmë në këtë rast edhe vendos mbi një sipërfaqe të sheshtë. Ja, të jap sepse ku kemi këtu në ditën kur do zbresi qyteti i tij, dhe unë e përmenda pak më përpara, po me që jemi këtu afër. Për ta shikuar dhe ti. Ja ku është kupa qellore që Ati ka vendosur. Tu është në ditën kur hëna në këtë rast bëhet e errët dhe dielli bëhet i kuq. Jo, dielli errësohet dhe hëna bëhet e kuqe, më fal. Dhe kemi qytetin Jeruzalemi i ri që do zbresi, dhe ja ku ke kupën qellore. Kjo është kupa qellore që masandaj këtu ke akullin e terë, që ujrat të mos, në këtë rast të mos largohen. Si mendon ti, vëlla motër, ujrat kur vendosen në një vend, apo në Australi ujrat sipas teje janë po bien poshtë, me që sipas Nazdës toka është e rrumbullaktë dhe ato ujra që janë ande poshtë nuk bien. Është një hapësirë, thon ata, nuk ka, domethënë, mbas tokës është një hapësirë pafundme. Të tëra këto gënjeshtra që nuk kanë të bëjnë fare me shkrimin, sepse nuk kanë shkrimin,
dhe kanë gënjur në bankat e shkollës të tërë prej nesh. Ndërkohë, po të shikojmë shkrimin, ka disa aspekte që Ati ka folur për lavditë të tija, që ne të mësohemi në këtë rast në atë kozmologjinë e Biblës të shkrimit. Dhe Ati ndavi masandaj siç e dimë ujrat poshtë, thotë, nga ujrat lartë. E ke menduar ndonjëherë vëlla motër pse qiellin që shikon është blu? E ke menduar ndonjëherë? Sepse kur dielli është, kur dielli vjen në këtë rast në një vend të caktuar, ta them dielli po rrotullohet dhe është këtu, ti e shikon ujrat që janë këtu dhe duhet të kem një foto, shikojnë ujrat që janë blu, sepse dielli na e tregon. Kur dielli largohet dhe shkon ta them që tani unë jam në Kanada, po kur vjen në Shqipëri, në ju është ditën e mua është natë, unë nuk e shikoj me qiellin të jetë blu sepse është errësirë, dielli është larguar. Dhe njërë vëlla motër, nuk lëviz toka, psalmet e thonë, toka është e pa lëvizshme, për ta kuptuar dhe tine. Lavdimrit të tija. Ja, duhet të sjell një, por nëse, le të vazhdojmë, jo, nuk duhet të përqendrohemi në aspekti çfarë po thoshte shkrimi. Një moment sa ta heq këtë, që t'jemi. Dielli përcakton festat e Atit, sabatet e tij. Di pse dielli përcakton sabatet të vëlla motër? Sepse ku mbahet sabati, mbahet ku? Nga perëndimi në perëndim. Lavdimit tem. Do thotë që dielli përcakton llogaritjen biblike të ditës. Nga perëndimi të premtes fillon sabati në perëndim të shtunës. Dielli që cakton, dielli që cakton muajt, kemi 52 muaj me 30 ditë janë në këtë rast janë shumë prej tyre janë më falësh janë 8 muaj që janë me nga 30 ditë dhe 4 muaj janë me 31. Në këtë rast kemi stinët që në këtë rast janë me 4 muajt, njërin prej tyre është 31 në një stinë dhe pasandaj kemi 4, domethënë që përben 4 stinët. Lavdjatit. E kam kalendarin biblik, siç kam thënë, për ju vëllezër e motra, që të mirëni në këtë rast sabatet, vitet, jubilete që janë në këtë rast të llogaritur sipas kalendarit të Atit, dhe kemi urtësinë e shkrimit. Tani po të shikosh në Zanafilla 1:14, kemi të njëjtën gjë që Ati thotë. Pastaj Elohim tha, le të ketë ndriçues në kupën qellore. E pam kupën qellore pak më përpara. Kupa qellore që në këtë rast brenda jemi neve, janë lavdjatit, është dielli, është hena, yjet janë për te, vëlla motër. Yjet është një koncept tjetër, do t'i flasim, ka të bëjë me disa gjëra frymërore. Nuk dua t'i prek. Por kemi henën dhe diellin lavdjatit dhe është një kupë që është mbuluar, është e padukshme lavdjatit. Dhe kemi masandaj çfarë rejtë brenda, gazrat, presionin. Dhe si mund të jenë në gjëra të tilla kur po mos jetë një kupë qellore, do thotë që si qëndron ka ky gaz, si qëllon kanë erat, domethënë, si formohen rrymat. Do t'i flasim. Nuk formohen masandaj në një vend që është i hapur kompleksi që bëjnë dhe toka qëndron kanë masandaj në një vend në një hapësirë që kush e mban atë tokën? Shkrimi thotë për pilarët, vëlla motër, ka shtylla që e mbajnë. Ja ku i ke shtyllat. Dhe poshtë, lavdjatit, ke çfarë ke? Ke humnerën, ke ferrin në të majtë, ku të pa drejtë në këtë rast po do gjykohen dhe do marrin trupin, masandaj do marrin dhe ata trupin se do qëndrojnë përpara fronit të Mesias për të gjykuar. Në ana tjetër ke ata që presin për të marrë trupin në orë. Tu e shikon masandaj që janë jashtë sepse në këtë moment që po zbret qyteti i ri, janë hequr në këtë rast të drejtët, shkuputja para Tesalonikasve 4, buria, pse mbajnë festin e burive, sepse kur buria do bjerë nga kryengjulli Michael. Prandaj ke shumë teologji të reme, mësime të reme që flasin masandaj të Jovaj që Mesia nga qenë ka kryengjulli Michael, apo nuk pas ka ferr, apo nuk do jetë në këtë rast do jetojmë në qell, po se ku do banojmë tokën
Të jemi në qytetin e ri, vëlla motër, Psalmi 37, zemër buti do trashëgoj tokën, i urti i drejti do banoj tokën. Shumë e thjeshtë. Poshtë mas andaj ke abisin, mas andaj ke engjit, që këta engjë janë në si thuash mbajnë në përgjegjësinë e tyre që vëzhgojnë ata që janë pjesë këtu, në këtë rast këtu kemi engjët që u rebeluan kundër Atit në Zanafilla 6, në Nefelimët, gjigantët që shkuan me bijat e njeriut, lanë vendbanimin e tyre, thot shkrimi në Zanafilla 6, që mbahen në zinxhir për të gjykuar. Dhe tu në ferr vajti Mesia për të predikuar lajmin e mirë të tyre, dhe tyre vëlla motër. Nëse, vazhdojmë tek shkrimi. Po flisim në Zanafilla 14. Thotë do ketë ndriçues në kupën qellore për të ndarë ditën nga nata dhe do t'i shërbejnë thot çfarë? Ndriçuesin e pamë, henën, diellin, yjet, do shërbejnë si shenja për të dalluar kohët e caktuara, ditët dhe vitet, dhe do të shërbejnë si ndriçues në kupën qellore për të ndriçuar tokën. Dhe kështu u bë. Në versionin King James, çfarë ka bërë? Si vetmi versioni King James që ka vendosur fjalën sezon, stinët. Po ta shikosh nga shkrimi, fjala që është përdorës, fjala moed. Dhe ti e ke në shkrimin tënd ke stinët. Ka të bëjë me fjalën moed, që ka të bëjë me festat e caktuara të Atit, me tendën e takimit, me stinët që në këtë rast ka të bëjë me festat e Tija, me kohët e caktuara të Tija. Fjala moed, moedim, masandaj janë festat e Atit në shumës. Prandaj prapashtesa im, moedim ose Elohim në këtë rast ka jepë si në singularen dhe në pluralen. Por masandaj shikon kontekstin ku është vendosur për të përcaktuar festat e Atit. Atit që do përcaktoshin nga çfarë? Nga ndriçuesit që u vendosën në kupën qellore. Ndriçuesit që u vendosën në kupën qellore që do përcaktonin festat, në këtë rast ditët dhe vitet. Atë që Ati tha pak më përpara, apo jo? Që tha në jubileu, që po fliste, më falë, du të ishë pak të... Okej. Që caktoj diellin për sabatet, për muaj dhe për festat. Për festat Atit i përcakton dielli, lavdjatit. Vazhdojmë vëlla motër. Jubileu 2, 17 dhe 18 vargje thotë. Dhe na dha një shenjë, këtu po flet engjëlli, po i flet Mojsiut në malin Sinai, siç thash, dhe po i thotë, dhe na dha një shenjë të madhe ditën e sabatit, shenjë, pak më përpara e pam që ishte një shenjë besëditje së përjetshme. Thotë, na dha një shenjë të madhe ditën e sabatit që të pushojmë 6 ditë. E di që të punojmë. Vëlla motër, do të shikojmë, le të vazhdojmë. Do të punojmë, thotë engjëlli, 6 ditë, por të mbajmë sabatin ditën e 7 nga çdo punë. Dhe të gjithë engjëjt e pranisë dhe të gjithë engjëjt e shenjtërimit, këto dy klasa të mëdha, ai Ati thotë na ka urdhëruar që të mbajmë sabatin me te në qiell dhe në tokë. Ati pushoi në ditën e 7 dhe vazhdon vëlla motër ta ketë në qiellin e Tij, atje ku Mesia qëndron në të djathtën e Tij, në tempullin ku Mesia po shërben, në këtë rast në të djathtën e Tij, po ndërmjetëson për ne dhe bashkë me engjëjt po e mbajnë sabatin në qiell. Vëlla motër, po e thotë që na ka urdhëruar, thotë, si juve dhe neve, që ta mbajmë me Atin, thotë, si në qiell dhe në tokë sabatin e Tij. Gjetë që këto shkrime normal që Satani do t'i fshente, sepse do t'i japi shenjën e Tij, të ditën e ditën e diellit, të adhurimit të diellit. Dhe ai do jetë persekutimi më i madh që do fillojë me sabatin. Thotë, kjo është një shenjë për popullin tim, thotë. Këta janë të dallueshmit e popullit tim, ata dallohen nëpërmjet kësaj shenje duke mbajtur festa sabatin tim, thotë, dhe birit tim që i mbajti. Vazhdojmë në vargu 25, prapë në jubileu 2.
Ai krijoi qiellin e tokën dhe gjithçka që krijoi në 6 ditë dhe Elohim e veçoi ditën e 7 nga të gjitha veprat e tij. Prandaj ai urdhëroi në emër të saj që kushdo në këtë rast që bën ndonjë punë mbi te do të vdesë. Vlla motër e ka fjalën në liqen e zjarrit. Normal që mund të vijë gjykimi dhe gjatë kohës që ne po jetojmë, thot, por ai që bën punën në këtë ditë do të vdesë, thot, ai që e ndot atë do të vdesë me siguri. Prandaj ai urdhëroi bijve të Izraelit që ta kremtojnë këtë ditë dhe ta veçojnë, ta shenjtërojnë, dhe të mos bëjnë asnjë punë të dhe të mos e ndotin, pasi është më shenjtë se ditët e tjera. Dhe ja ta afrojmë pak. Okej, ndoshta po ta shikuar çfarë po flasim. Okej. Dhe kushdo që përdos atë me siguri do të vdesë dhe kushdo që kryen ndonjë vepër në të, ndonjë punë në të, thot, me siguri do të vdesë përjetësisht. Që bijtë e Izraelit ta kremtojnë atë ditë për brezat e tyre që të mos srënjosen nga vendi, sepse është një ditë e veçuar, është një ditë e bekuar. Ati e bekoj, thot atë ditën e Zanafilla, është një ditë e bekuar. Ati e bekoj, e veçoj, dhe që neve të marrim bekime duke qenë pjesë e shenjës e nderimit të asaj dite. Është një ditë për të nderuar, vëlla motër. Po nderoj matin, nuk po i bëjmë gjërat legaliste apo do ta mbaj këtë sepse do të marr. Ati shikon zemrën. Do japi gjërat e mira se rezultati i bindjes tonë, por është dashuria që neve shprehim, ajo ndërgjegja, ajo dëshmia në zemrën tonë, që neve kemi që ky atë që më të dha jetën më krijovi nga hiçi. Unë isha pa shpresë, pa Mesian, pa Elohimin në këtë botë, isha rebel, nuk e njihja që ishte ati, që ishte populli i tij, që ishin beslidhjet e tij, premtimet që ai kishte dhënë, por tani që hyra në Mesian më bëri një me beslidhjet me popullin e tij që kishte dhënë, tani unë duhet ta nderoj. Duhet ta nderoj çfarë më thotë në fjalën, në urdhrimet, në festat e tij, vëlla motër. Dhe kushdo që zbaton atë dhe veçon sabatin në të gjitha punët e tija do të jetë i veçuar, i bekuar në të gjithë ditët, por si ne, thotë engjëlli. Do këtë shikojmë engjëllit vëlla motër në qytetin e ri. Do të shikojmë, do kemi autoritet, do të gjykojmë ata. Njoftojni dhe thuaj bijve të Izraelit ligjin e kësaj dite dhe që ata duhet të zbatojnë sabatin në te dhe të mos e braktisin atë në gabimin e zemrave të tyre. Të mos e braktisin, thot, në gabimin e zemrave të tyre. Le të shikojmë një shkrim, vëlla motër. Sepse zemra thot që gabon, thot, është mendja mishore që nuk do ta zbatojë. Okej. Vargun Romakëve 1. Do shikojmë Romakëve 1, vëlla motër. Është një varg që i përket harmonisë në të njëjtën kohë. Ja ta shikojmë Romakëve 1, të po flisim thot që të mos e braktisin në gabimin e zemrave të tyre. Romakëve 1. Dhe është shumë i mbushur. Kemi plot për të folur në Romakëve 1. Paktën e ndjej në zemër që ka shumë gjëra, por do t'i shikojmë, ja ta rregullojmë pak që të jetë të përfshirë në ekran për ta shikuar. Më farë, okej. Romakëve 1 nga 16 deri në 22. Okej. Thotë apostulli, thotë, unë nuk kam turp për lajmin e mirë. Ungjillin kur ti e shikon, vëlla motër, ka të bëjë me lajmin e mirë. Mesia erdhi për të dhënë lajmin e mirë popullit të tij, të pendoheshin në këtë rast dhe të ktheheshin në rrugët e Atit dhe të besonin tek ai, që ishte çfarë? Mesia ai që në këtë rast do mbretërojë
Ata e dinë profecitë e tyre, por normal që nuk e pranuan sepse kishin zemrat e ngurta në këtë rast, ishin keq mësuar vëlla motër, ishin keq mësuar nga etrit e tyre, ishin larguar nga Ati, donin qefe, donin kënaqësitë, donin vendet, donin traditat e etërve, dhe kjo ka ndodhur dhe në Shqipëri me kohë, apo përtej Shqipërisë, se kur mësohesh keq, masandaj mendja apo dhemra errësohet vëlla motër, ajo ndërgjegja pllakoset, bëhet e ngurtë. Ti I thua shkrimin, prandaj sot flasim shkrimin dhe nuk penetron në zemrën, në ndërgjegjen e një vëllaje motre. Dhe me njerë është rekoshet, domethënë fjala, është zemra e ngurtë, kthehet mbrapsh. Sepse janë keq mësuar vëllezërit e motrat. Në mësime të rreme, dhe vetëm një zemër në këtë rast që është e përulur, që siç e shikon shkrimin, do ta praktikosh vëlla motër. Çfarë thot shkrimi? Është kjo beje. Atë beri Mesia. Atë bën apostujt. E pam në këtë rast të çfarë na këshillonte tek shkrimi ku në ligjin e përsosur, që duhet të qëndrojmë, të mësojmë. Në fakt, thotë, unë nuk kam tur për lajmin e mirë, thotë, unë gjillin e Mesias, sepse ai, kush lajmi i mirë, Beslidhja e re, Jeremia 31, që erdhi për 2 mbretëritë e Izraelit, për t'i bashkuar, për t'i marrë nga të tëra kombet, ku Ati po I merr në kombet që ka shpërndarë, na ka shpërndarë dhe ne në çdo vend të botës. Tani jemi një me ta që t'na marrin na çojnë në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, që po zbret nga qielli, atë që pam pak më përpara. Por si mund të jesh rebel ndaj urdhrimeve ligjit të Atit dhe të jesh pjesë e atij qyteti? A nuk e thot Zbulesa 22 dhe kam përmendur dhe nuk u pëlqen shkrimi disa vëllezër motrave. Sot nuk u pëlqen shkrimi. Ti I thua shkrimin, masandaj dalim me çdo lloj arsye si ta anullojmë ligjin e Tij, si që të mos zbatojmë gjërat. E di pse? Sepse sovraniteti në këtë rast e atij unit. Uni vetja ime. Uni jam sovran, uni jam Zot tani. Unë e di si të eci, mos më thuaj çfarë shkrimi thotë. Unë besoj, unë do jem pjesë. Dhe përmendim masandaj vargje që nuk kanë jashtë kontekstit, që nuk kanë të bëjnë fare me harmoninë çfarë Mesia tha, me kontekstin, me principet, me karakterin e Atit, strukturën masandaj që secilin për nesh duhet të marrë. Sepse ai lajmi I mirë është fuqia e Elohim për shpëtim për secilin do që beson. Okej, që beson. Më përpara për kë ishte vëlla motër? Ishte për neve? Se thot kisha bet krenare, thot e ka zvendësuar kisha në këtë rast ortodokse, katolike, protestante, reformiste, e denominacioneve, e ka zvendësuar tani urdhrimet e Atit, ka krijuar, çfarë kanë krijuar? Një Mesia të ri, që apostujt nuk kanë njohur, nuk predikuan gjëra të tilla. Ishte më përpara për judeun vëlla motër, Bibla është për ta. Më përpara, nuk ishte për neve, nuk është për ne, është për ne, por është për ta, por është dhe për neve. U shkrua për ta që të menim dhe neve. Pastaj për grekun e thot për kombet me pak fjalë. Se kombet jashtë Izraelit, judejtë janë Izraeli. Sepse drejtësia e Elohim është zbuluar në lajmin e mirë, në lajmin e mirë të Mesias. Nga besimi në besim, si që është shkruar. Okej, vëlla motër, ku ishte shkruar? Prap, Galatasve 3:11 thot, I drejti do të rojë me anë të besimit, Habakuku, po përmente apostulli këtu, profetin Habakuk. I drejti do të rojë nëpërmjet besimit. Fjalë të urta 3, fjalë të urta 4. Masandaj thot në Galatasve 3:12 thot, ligji thot, urdhrimet, festat e Atit që janë brenda thot, sabati I tij thot, nuk është nga besimi, por njeriu që do t'i bëj ato, do të rojë nëpërmjet tyre. Do të rojë nëpërmjet besimit dhe urdhrimeve të Atit. Shumë e thjeshtë. Romakëve 3:31. Është një kontekst që po flet për beslidhjen në këtë rast e shpëtimit, lavdjati që po përmend në vargu 16. A është thot Ati vetëm e judejve thot, apo është edhe jo e hebrejve? Jo, thot, është edhe I hebrejve dhe jo hebrejve, thot, kemi të njëjtën atë, apo jo? Ka ndryshuar gjë karakteri I tij? Sot pastori thot, ka ndryshuar, thot, erdhi Mesia dhe ndryshoi çdo gjë, thot. Ai, ku jemi? Çfarë mashtrimi sot?
Mesia erdhi që të ndryshonte në këtë rast karakterin e Atit. Wow. Këta po predikojnë sot në mënyrë indirekte. Ti nuk e kupton, vëlla motër, sepse nuk e ke. Po kur ai të thotë që ligji është hequr sepse Mesia i hoqi, gjë që nuk ka mbështetje të asnjë lloj shkrimi, dhe nëse del dikush dhe mund të kontaktosh me mua dhe flasim vëlla, flasim motër, dhe shikojmë disa shkrime, por sot ne nuk kemi as komunikimin e shkrimit, sepse Satani ka krijuar barriera nëpërmjet vëllezërve dhe motrave që të mos marrin të vërtetën, sepse do t'i marrin me vete ku? Në liçenin e zjarrit. E di thotojmë, Satani e di që u ringjall në ditën e tretë, se di ajo e di. Është shkruar tha që engjëjt do të mbajnë tha si erdhin e tundimi. Ajo e di shkrimin. Ndërkohë Mesia tha që ne do të rrojmë nëpërmjet urdhrimeve të Atit. Sot pastori thotë, jo, ne nuk mund të, ne kemi tani këtë na ka dhënë Papa, ja ku kemi urdhrimet tona, të traditat e etërve që janë djallëzore në këtë rast. Ka gjë, neve i futim ja pema këtu që praktikonin që në kohët e Mesopotomisë, që në kohët e lashta, ja ku janë këto gjërat pagane. Ati thotë mos ngri asnjë pemë në altarin tim. Jo, ne do t'i vëmë 2 këtu, 2 nga 2 bën 4, masandaj siç i bënin këtu në një vend që shkoja më përpara. Me vrapova, normal që vrapon. Vrapon sepse është fryma tjetër atje. Prandaj Ati foli pastaj thotë. Nuk qëndroj thonë në një tempo të bërë nga dora e njeriut. Dhe kishte po am adresonte mua specifikisht çështjen e zemrës thotë, sepse unë banoj brenda te tani, ti ke punë me mua thoshte Ati. Ti do rish në këtë ambient, do dëgjosh mësues të rremët, që masandaj e konfirmovi me 2 ëndra hapurazi. Nëse lavdime të tia. I drejti do të rojë nëpërmjet besimit, thotë, sepse zemërimi i Elohim zbulohet nga qielli për çdo pabesi dhe padrejsi të njerëzve. Kujt po e fliste këtu apostulli vëlla motër në Romakëve, po e fliste kishës. Ka po thoshte në Hebrejnë të 10, pra po fliste në këtë rast për atë zemërim, thotë, për atë gjykim që do vi, thotë, se Ati do gjykoj popullin e tij, thotë. Do ta gjykoj. Kur flasim që Ati gjykon popullin e tij, nuk po flet për qortimin, vëlla motër. Po flet në këtë rast për liçenin e zjarrit, thotë. Keni kujdes, thotë. Sepse janë 5 virgjëresha që ishin të urta dhe e pam pak më përpara që ligji i tij na bën me mend, na bën të urtë. Apo jo? Njerëzit që mbytin të vërtetën në padrejsi, të paqëndrueshmit, të pamësuarit, të paditurit, i shtrembërojnë ligjin, shkrimet për humbjen e tyre, thotë, ta në këtë rast nuk duan që vërteta të jetë përpara, sepse kanë mësimet e tyre, kanë ndjekur etrit e tyre, si në Izrael me shumë sekte të tyre, si masandaj në Perëndim që kemi ashtu quajturën ungjilltorët apo krishterimin dhe vëlla motë nuk është as për lloj diçka që unë mund të flas kundra një personi, po flas për mësimin, po adresoj çështjet e zemrës, për gjëra që neve praktikojmë. Do t'i njihni nga frutet, cilat janë frutet tona, çfarë praktikojmë neve, ke po adhurojmë, çfarë festa po mban. Unë po adhuroj, po ve këngën. Është gjë e mirë, do ta bëjmë atë vëlla motër. Por nuk është vetëm adhurimi në këtë rast në makinë apo në kur je në dhomën tënde apo ajo është një pjesë e adhurimit, ajo ka një protokoll masandaj që kur i afrohemi Atit çfarë duhet të bëjmë është çështje më vete. Adhurimi më i lartë është në festat e tija që ka vendosur për jetë. Për jetë. Kurse disa thotë e mbysin të vërtetën në padrejsi, me qenë se ajo mund të njihet për Elohim, dhe nuk janë të vështira, ato gjëra në këtë rast që Pale kishte shkruar, por u bën të vështira në 2 Pjetrit 3, përse? Sepse të paqëndrueshmit, të pamësuarit i shtrembruan. E mbysën të vërtetën në padrejsi. Ati dëshiron të njohë karakterin e tij, ligjin e tij të përsosur që përben ecin e tij, përben jetën e tij, lavdiati, sepse ligji i tij është jetë, është dritë. Njeriu rron nëpërmjet tyre, zbato ligjin, zbato urdhrimet, tha Mesia, dhe do të rosh. Elohim është bere dukshme në ta, sepse Elohim ja ka shfaqur
ati shfaq. Mesia veta, zbatoni fjalën, tha ti me tha, dhe masandaj unë do t'u duftem, unë do t'u shfaqem juve. Me Gjoni 8 mos ka boj. Në fakt, cilësit e ti të padukshme, të ati po flet, fuqia e ti e përjeqme, hynia e tia, duke qenë të dukshme në përmjet veprave të tia, që nga krijimi i botës, që nga ligji përsosur që ai vendosi në univers, dhe e vendosi në harmoni, në atë hapësirën, në atë ambientin e përsosur para se Adami të binte në mëkat, e kishte shfaqur dhe e vazhdon ta shfaqe dhe do ta restaurojë njeriu dhe krijimin që po vajton thot shkrimi, po rënkon, siç ne rënkojmë për të marrë trupin inor, vëlla motër, apo dëshiron të rish në këtë botë të shturur që po shkon në humbje. Ne po vajtojmë për të marrë trupin inor, siç edhe krijimi po vajton, po vuan, vëlla motër, sepse ka dalë jashtë rrjedhjes. Në momentin që Adami mëkatoi, hyri mëkati, hyri shkelja, hyri rebelimi, hyri vdekja, masandaj hyrin të gjitha gjërat e liga. Dhe krijimi po vuan, ati do ta restaurojë njeriu dhe krijimin masandaj në harmoninë siç ishte më përpara lavdjatit. Veprat e tij që janë bërë të qarta që nga krijimi i botës shihen qartë me qëllim çfarë? Që ata të jenë të pafalshëm, të mos kenë arsye masandaj në atë ditë. Me qenë se e njohën Elohim, vëlla motër, e nje bota atin Elohim? Nuk e nje. Ti dhe unë e njohim, kemi një marrëdhënie tani që besuam tek Mesia, apo jo? Dhe kjo është shkrimi është për besimtarët, thot. Megjithse e njohën, u futën në beslidhjen e jetës së përjetshme, u futën në këtë kontratë, po çfarë bën? Nuk e përlavdëruan dhe as nuk e falenderuan. E si e bëjmë, vëlla motër, për ta përlavdëruar dhe falenderuar atin tonë? Me ecjen tonë e bëjmë. Me çfarë praktikojmë? Jo me shërbesën e buzëve. Ju me buzë më thoni që doni, po zemra tuaj është larg ta Mesia, apo jo? Çfarë praktikon, thot? Po praktikon në këtë rast festat, urdhrimet e atit? Që unë erdha për të predikuar ligjin, Mesia erdhi për të predikuar ligjin, vëlla motër, urdhrimet e atit erdhi, që populli i Izraelit kishte lënë mënjanë sepse ishin idhujtari, dhe mbaheshin peng nga saducejtë, farisejtë, nga këshilli i Sinedrit që ata do të mësonin ligjin. Mesia vetë tha që ata që ulen në katedrën e Moshe të Mojsiut, beni dhe zbatoni çfarë i thon ata. Beni dhe zbatoni çfarë ju thon ata. Mos ta gjë që duhet i hiqnim gjërat? Apo populli tia nuk besonte tek ati, besonte, po çfarë praktikonin? Besonte që kishte në këtë rast ishte po, ishte ai që i nxori jetën e tyre, në këtë rast u dha një beslidhje, por zemrat e tyre ishin diku tjetër. Kurse Mesia thot vetë që zbatoni thot dhe bëni çfarë ata ju predikojnë, por mos bëni siç bëjnë ata jashtë kur dalin thot. Dhe pastaj adresonte çështën e zemrës çfarë ata po bënin jashtë. Nuk e përlavdëruan as nuk e falenderuan si Elohim, karakterin e tij, atë imitues të atit Elohim, Efezianët 5:1. Në ligji për 34, vargu 4 thot ati thot është në këtë rast është i mirë dhe i drejtë. Është i veçuar, është i shenjtë, ne e dimë, Isaia, mos gaboj Isaia 6:23. Ligji i tij është i mirë, i drejtë, i shenjtë. Të jemi imitues të ligjit të atit, të karakterit të tij, sepse ai ligji i përjetshëm i përsosur doli prej atit. Urdhrimet e tija janë për ne, për të mirën tonë, vëlla motër. Prandaj vuajnë kombet, prandaj vuajnë familjet sot, sepse janë larguar nga perfektshmëria e atit në ligjin e tija. Prandaj nuk kanë ligjet e tyre vendet sot dhe mendojnë se është drejtësia e atit. Të gjitha struktura që neve shikojmë në pjesën më të madhe të strukturave që kanë vendosur, apo kushtetutën, apo gjitha dekretet, ligjet që vendos një vend, janë nga mendja e tyre. Shumë prej tyre janë ligësi që kanë vendosur kundra shkrimit, pjesa më e madhe është kundra shkrimit. Ati nuk ka folur, vëlla motër, e di, po t'jap një diçka të mirë. Ati nuk ka folur ndonjëherë që duhet të jenë burgjet, e di? Sepse ajo është so presim dhe është në këtë rast të burgjet që kanë vendosur
janë vetëm një strukturë për të korruptuar dhe marrë, masandaj është një strukturë më vete që merr shteti lek për atyre gjërave. Në ligjin e tij të përsosur ka gjykimet, po ishte vendosur gjyqtarët, por ka një strukturë të caktuar ku njeri shkelte ligjin e atit. Dhe çfarë dush e bërë? Ka struktura të mira të lavdjatit sepse ligji i tij është i mirë. Tha, ne e dim, thot apostulli, që ligji i tij është i mirë nëse njeriu e përdor siç duhet. Është i mirë. Kur një gjë është e mirë, pse nuk ta heq? Çfarë do marrësh kur është gjë e mirë? Merr të keqen. Kur është një gjë e veçuar e shenjtë, po e hoq atë, çfarë do marrësh? Do marrësh të ndoturën, të korruptuarën. Një gjë që është e drejtë, do marrësh gjën e shtrembër, gënjeshtrën, ato që ka ndodhur sot. Më vjen keq vëlla motër, nuk ka pse të rebelohemi ndaj ligjit të atit, urdhrimeve të tija, sepse na është keq mësuar më përpara. Zeri që po buçet në shkretë të tij për të përgatitur rrugën e tij, po vjen dhe ti po e dëgjon që ti të mirë paisesh, mirë informohesh, në këtë rast të transformosh jetën tënde duke i pëlqyer atit, se po në këtë rast po i pëlqen dhe birit në të njëjtën kohë. Ai që të bëri që të futesh në besëlidhjen e atit që dha etërve tanë. Romakëve 4 thot, atyre përket birëria, për popullin e Izraelit, besëlidhje thot, ligjin thot, drejtësia thot, atyre përket thot. Ne nuk dinim si jo hebrej, çfarë ishin urdhrimet e atit, çfarë do të bënin, çfarë të praktikonin. Tani që neve vim në besim, besimtarët dhe masandaj me shumë për ulje vëlla motër, neve kemi vajtur në përkisha apo kemi dëgjuar njerëz sepse ato na janë ndodhur për rreth nesh. Dhe mendojmë në këtë rast, okay, ai është vendosur aty, ai di, ai është mësuar, ai është pastor, ai është apostull, ka vite, por duhet të vijë një moment në jetën tënde të besimit që ti duhet të kesh shikuar ligj, në këtë rast shikuar shkrimin, lexuar për veten tënde nëse ato që ata po thonë, a janë të vërteta? A është Mesia e vërtetë? A janë gjëra që ati në këtë rast na këshillon të bëjmë, po janë për ciptazi siç i bën sot krishterimi sot ditës së diel? O ati di çdo gjë. Të tëra këto gjëra të vegë, të ciptazi, të pjesshme. O ti nuk duhet të s'ka gjë i di ai, mjafton ti të kesh besimin. Por ati thotë që dëshiron që të njihet prej nesh, do të dëshiron që të shfaqet karakterin e tij, dëshiron të ketë marrëdhënie siç ishte me Adamin në flladin e ditës së tij. Dëshiron që të ketë një marrëdhënie të ngushtë me neve. Përse flasim? Të jemi siç Mesia, të ndjekim Mesia. Si e ndjekim Mesian vëlla motër? Duke shkelur ligjin e atit, ashtu e ndjekim, apo duke ecur në këtë rast në urdhrimet e atit që Mesia erdhi na i rafinonte disa prej tyre, lavdjatit, por nuk hoqi në një nga urdhrimet e atit, se sot është kuptuar komplet e gabuar, kur shkrimi flet masandaj që dhem për dhem, sy për sy, ju është të thënë, tha, aty po fliste masandaj është një koncept më vete që po fliste për shpërblimin. Në këtë rast po fliste për gjykimin e drejtë që duhet të ndodhte edhe kur një person shkelte gjëra të tilla, në këtë rast kur ai vithe diçka, do t'ja kthente mbapsh në atë masë, në atë peshën, në atë sasinë apo ta them në vlerën që kishte bërë dëm një vëllai apo një motre. Ai ishte sy për sy, dëm për dëm. Ato gjëra në këtë rast ati kishte vendosur janë të përjetshme që do beshe masandaj dëm shpërblimi në mënyrën e drejtë. Kishte një sistem, ishin gjyqtarët, ishin në këtë rast profetët, ishin sot kush janë? Mos ke gjyqtarë prej ligjit të atit, mos ke profetët që drejtohen nga urdhrimet nga zeri i atit, ke profetët e rremë. Ai që flet shkrimin e atit, urdhrimet e atit, aty ata janë profetët e tij, mësuesit e tij. Ne dalim masandaj karizmatik apo denominacione baptista apo reformist apo të Jovajt apo ditën e 7 apo adventia, ku ta di unë. Me lloj që po ty nuk mbarojmë vëlla motë. Nëse vazhdojmë se kemi për adresuar disa gjëra po.
Në fakt, cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme, hynia e tij duke qenë të dukshme, shfaqur thot, nëpërmjet veprave të tij thot, shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pafalshëm, mos kenë arsye thot, sepse megjithse e njohën Elohim, ne po flisim për kishën, që e njeh nëpërmjet gjakut të Mesias thot, nuk e përlavdëruan, nuk e falenderuan me ecjen e tyre, me urdhrimet në festa, me sabatin, që është një shenjë e përjetshme, që ati e mban me engjëjt në qell, lavdiatit. Përkundrazi, u bën të pament në arsyetimet e tyre, dhe zemrat e tyre pa gjykim u errësuan. Çfarë po thoshte në jubileu, thot? Të zbatojmë sabatin, thot, të mos e braktisim atë, thot, në gabimin e zemrave të tyre, thot. Kemi kujdes. Nuk e përlavdëruan, nuk e adhuruan në mënyrën siç duhet, që ati kërkon ecjen tonë në drejtësisë, ai që është i drejtë praktikon drejtësinë, ai që është në këtë rast që praktikon drejtësinë ka lindur prej tij, ka lindur, është rilindur. Ja shikojmë frutet e një vllai, një motre, dhe unë e di që ka shumë prej vëllezërve motra që janë sot brenda në kishë, dhe është alarmuese që janë dhe pastorë sot që në këtë rast janë verbuar, dhe shumë prej tyre në këtë rast duhet të rilinden, sepse janë mësuar vetëm nga ana intelektuale, nga teologjitë në këtë rast që kanë mësuar. Por ajo fjalë nuk ka hyrë brenda në zemrat e tyre. Se kur hyn brenda në zemër, adreson çështjet tona, atë unin, atë sovranitetin tonë, atë mishin tonë, ajo mendja mishore, ajo zemra mishore në këtë rast që nuk do të zbatojë ligjin e Atit, Romakëve 8:6 dhe 7:8. Kur Ati në këtë rast po mbjell fjalën në zemrën tënde dhe timen, dëshiron që të na pastrojë, sepse nga zemra dalin kurorshkelja, paudhësia, ligësia, blasfemia, kurvëria. Marku 7, Mateu 12. Vetë Mesia adresoi çështjet e zemrës. Përse adresoi çështjet e zemrës në 7 kishat e zbulesës, vëlla motër? Sepse ishin disa gjëra që ne duhet të rregullojmë para se ai të shfaqet. Se pastaj thot dera, thot mbyllet, thot. Nuk ju kam njohur, megjithse e njohën Elohim, prap njohja. Ata që thonë një më njohin dhe nuk zbatojnë urdhrimet e mia, do tati. Ata e gënjeshtar dhe vërteta nuk ndodhe në ta. Kjo është dashuria e Atit Elohim, e para Gjonit 5:3, që ne të zbatojmë urdhrimet e tija, festat e tija, sabati që është nga urdhrimet e tija, është shenja që identifikohemi me Krijuesin, identifikohemi me ushtrinë e tija në qell. Është një shenjë e përjetshme, do ta mbajmë në 1000 vjeçarin lavdiatit. Se thot në Isaia 6:6? Do ta shikojmë atë Isaia 6:6, do të rikthehemi këtu vëlla motër. Ishte diçka po që po lexoja dhe më preku shumë. Isaia 6:6. Thot ata që veçohen, shëntërohen, veçimi, si ndodh, me anë të urdhrimeve të Atit. Nuk je me në festat pagane, je jashtë mëkatit, je jashtë paudhësisë, je jashtë festave në këtë rast katoliko pagane. Je jashtë Babilonisë. Babilonia që shprehet në zbulesa 18, dilni prej tyre o popullim. Përse ka fjalë? Dil prej bishës, thotë, dil prej shenjës, prej damkës, prej adhurimit, thotë, të asaj figurës të saj. Ata që veçohen, thotë, pastrohen për të vajtur në kopshte përpara një idhulli që gjendet në mes, ata që han mishderi, gjëra të neveritshme dhe minj. Pastaj thoshte ai që Mesia, siç e thash, ai pastroi të gjitha ushqimet, Marku 7, vërtet? Me thënë, Mesia pastroi dhe tani aty thot gjërat e neveritshme si deri, si minjtë, do të shkatërohen të gjithë, thot. Kjo është profecia e 1000 vjeçarit. Ngjarje që do ndodhin para dhe mbrapa. Ndërkohë në Marku 7, Mesia adreson çështjet e zemrës, farisejtë të kishin ritualet e tyre, të hash bukë me duart palara, e përmenda në fillim, dhe thot Mesia që stomaku thotë pastron del jashtë, thot. Por nuk e ndot njeriu se hëngri çik bukë, po hanin bukë, nuk po përmendte kafshët. Hëngri bukë, thot, dhe shepujt e tu po hanë bukë me duart të palara.
po thyen kallirin, kjo është punë, tha, ti dhe apostujt tënd po e shkelin sabatin. Vërtet tha Mesia? Ju hipokritë, tha, i tha Mesia, keni anulluar urdhrimet e Atit për traditat e etërve tuaj. Këto janë gjërat që ju keni formuar gjatë kohës, i keni shkruar në librat tuaja, keni harruar ligjin e Atit. Këto ishin çështje. Mesia tha vetë, masandaj tha, sepse kur delja tha bie në gropë, tha ti vetë e heq, tha, dhe e shpëton. Ajo tha nuk është punë, tha. Kurse unë shërova në sabat për ju që ka punë, dishepujt e mi thyen një kalli dhe ajo që ka punë, sepse ishin të uritur, nuk e ke dëgjuar, tha, që kur hyri Davidi, tha, në tempull dhe hengri, tha, dhe në këtë rast që ajo buk ishte caktuar vetëm për prifterinte dhe ai nuk më katoi, se thotë njeriu, thotë, sabati është bërë për njeriu, thotë, njeriu është çështja kryesore, thotë. Jo, tha, ligësi, tha, që ju keni krijuar gjatë kohës, thotë. Këto janë ndarja e fjalës drejtësisë, vëlla motër, që shumë prej nesh nuk e kanë kuptuar konceptin e farisinëve çfarë praktikonin, nuk mbanin urdhrimet e Atit, mbanin pjesërisht. Po nuk mund të mbash pjesërisht siç po mban sot ungjilltarët krishterimi, siç mbanin ata, siç vazhdojnë akoma të mbajnë sot e kësaj dite. Dhe pastaj më dërgonte një motër, më dërgonte kur një nga kultet e tyre farisejve, nuk besoj se ishin, se janë ortodoksë që shikon, ortodoksë hebrejnë, nuk ka të bëjë me grekët, vëlla motër. Janë quhen ortodoks ata që vishen me të zeza, hebrejtë, farisejtë e sotëm, që kishin vendosur kishin ndërtuar një far në një kazan të madh dhe një sipar, nuk e di, një far që do ta diqnin dhe vuri zjarrin njëri prej tyre dhe kishte të tjerë që kërcenin. Dhe po më dërgonte kjo motër, tha vlla, kjo gjë, tha, çfarë është nga festat e Atit? Thash, çfarë jo? Çikë jo, thash, të festat e Atit. Tash, ata që po bëjnë, po kujtonin një person të vdekur. Dhe ishte një qiri i madh me pak fjalë që kishin po ndisnin. Kur ndes qirin masandaj, çfarë po kujton çfarë? Kto ishin praktikat pagane, djallëzore. Mendonin duke ndezur një qiri, ajo drita masandaj do shkonte tek të vdekurt për të kujtuar ata çfarë un po bëj. Kto janë praktikat pagane, djallëzore. Prandaj ne duhet i dimë cilat janë festat e Atit, 8 festat e Tija. Sabati, Pashka, festa e bukës pa maja, që u ringjall Mesia, festa e frutave të para, Pentakosti, dita e burive, dita e shtyjes, festat e kasollëve, festa e tabernakujve që quhet, ku Mesia u lind, pastaj dhe dita e 8 e kuvendit madhështor, kuvendi madhështor, përse? Sepse të gjitha asamblejtë të rreth botës do mblidhen në këtë kuvendin e asamblejnë në përjetësinë, dita e 8. Dita e 7 është 1000 vjeçari. Dita e 8, pastaj është përjetësia lavdiatit. Ja ta pasqyrojmë atë përjetësinë, çfarë do ndodhi, se kam këtuja. Lavdi emrit të Tij. Dhe çfarë do ndodhi? Që kupa qellore, pastaj lavdi emrit të Tij do largohet. Do hapet me pak fjalë, vëlla motër. Do hapet. Ja ku ke. Kjo do ndodhi. Qyteti Jeruzalem i ri, besimtarët janë brenda, ata që mbajnë urdhrimet e Tij dhe që kanë besimin, mbajnë urdhrimet e Atit dhe kanë besimin tek Jashua. Ferri, masandaj dhe vdekja dhe të gjithët janë hedhur në liçenin e zjarrit. Dhe këtu ke masandaj komplet lavdinë e Atit, që është hapur çdo gjë. Dhe shikojmë Atin, shikojmë Mesia, normal që duke filluar që nga 1000 vjeçari, kombet masandaj që kanë ardhur për të mësuar nga ligji, Isaia 2 flet për kombet që kanë ardhur për të mësuar nga rrugët e Atit në 1000 vjeçarin, nëpërmjet Mesias, kur e priftin tonë të lartë, Zotin tonë që themi, mjeshtrin tonë, mbretin e lavdisë, që masandaj do mësoj kombeve rrugët e Tij, shumë prej tyre do besojnë, kjo është ringjallja e dytë për ta. Mbas 1000 vjeçarit, mbasi Satani është lëshuar për një kohë të shkurtër për të mashtruar kombet që janë jashtë qytetit, janë kombet këte, kombet. Ka plot gjëra. Vazhdojmë në Isaia 66, lavdimit të Tij. Thotë, e pamë që
kush hante, thot, mish deri, thot, gjërat e neveritshme, thot, po flet për ligjin dietor, thot, ata do të shkatërohen të gjithë, thot, Jahwe, thot Jahwe, vëlla motër. Nuk e ka thënë njeriu. Unë i njoh veprat e tyre dhe mendimet e tyre dhe duke ardhur koha në të cilën do të mbledh tërë kombet dhe të tëra gjuhët, tërë kombet që kanë besuar tek mua, tek biri tim dhe zbatojnë urdhrimet e mia, thot Ati. Ata do të vinë dhe do të shikojnë lavdin time ku? Do të shikojnë lavdin time, thot ku? Ktu është lavdia e tia, në qytetin e ri, në Jeruzalemin e ri që quhet. Dhe do të ndodhë që nga një henë e re në tjetrën, nga një muaj, hena e re, hena do thot muaj, vëlla motër. Nga një muaj i ri në tjetrin, nga një sabat në tjetrin, ja ku kemi sabatin që mbahet, në lavdimit të tia, në 1000 vjeçarin thot, çdo mish do të bjerë në gjunjë përpara meje, thotë Jahwe. Thot Ati ja. Ja ku kemi zbatimin e sabatit në 1000 vjeçarin, ja ku përcaktoheshe që ata që hanin gjërat e neveritshme të Atit derin minjtë. Ati flet për disa gjëra siç që folim pak më përpara, ai që nuk zbaton sabatin thot, pasandaj ka pasoja. Prandaj thot në Kolosianët 2 kur shikon shkrimi thot që të mos ju gjykojnë thot paganët thot. Sepse henat e reja që përmendem në Isaia 66 në 1000 vjeçarin thot sabatet thot, këto janë gjëra hije atyre që kanë për të ardhur. Ku kanë për të ardhur? Në 1000 vjeçarin. Por t'ju gjykojë thot trupi Mesias, se po fliste për gjykimin thot. Por t'ju gjykojë trupi Mesias, thot ata që kanë urdhrimet e mia thot Ati, që kanë Mesian e vërtetë, ata t'ju gjykojnë thot. Askush të mos ju përvetsojë thot. Me një çmim preteksti pulsie thot janë duken si të përulur thot. Nga kulti i engjëve, ja ku kemi sekte të ndryshme, masandaj katolike, ortodokse, duke u përzierë me gjëra që nuk i kanë parë, nuk i kanë mësuar, nuk janë të fryrë thot nga një krenari e kotë për shkak të mendjes së tij mishore. Romakëve 8, mendja mishore nuk do të zbatojë ligjin e Atit, nuk i përulet ligjit të tia, nuk i përulet henave të re, sabatit, festave të Atit. Ja, atë që po thesha pak më përpara. Mendja mishore nuk i nështrohet ora ligjit të Atit dhe as nuk mundet. Prandaj ata që janë mish nuk mund t'i pëlqejnë Atit Elohim. Shumë hapurazi. E po të roni sipas mishi do të vdisni. Qose zbatoni urdhrimet e Atit thot, masandaj dim çfarë ndodh thot. Le ta prekim këtë aspekt thot, pastaj dhe nëse me anë të frymës, me anë të bindjes që do shprehni duke ecur në frymë, duke zbatuar urdhrimet e Atit, i bëni të vdisni veprat e trupit të mishit, thot, ju do të roni. Ju do të roni, zbato urdhrimet e mia, thot Ati dhe do të rosh. Të njëjtën gjë që Mesia na drejtoi në Luka 10, në Mateu 19, zbato ligjin, thot urdhrimet e Atit dhe do të jetosh, do të rosh. Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga fryma, të gjithë ata që zbatojnë urdhrimet e Atit, janë në frymë dhe ata janë bijtë e Tia.